Armando Broja po tregon shenja rikthimi në Premier League, dje asistoi golin e vetëm për Burnley që u poshtë me rezultatin 1-3 nga Newcastle. Fakt interesant është se Broja u përfshi drejt për drejt pikërisht në 2 gola në 3 ndeshjet e fundit të Premier League-s, janë edhe golat e vetëm të shënuar nga Burnley. Ky është i njëjti kontribut golash sa në 47 paraqitjet e fundit të tij në Premier League. Burnley shpresonte mbijetesa fal dhe paraqitjeve të sulmuesit shqiptar. Rikthimi i Brojës po vjen në momentin e duhur. Ndeshja e radhës do të luhet më 3 janar ndaj Brightonit. Armando Broja i trembi të gjithë në minutën e 89, ndërsa Burnley po përballej me Newcastle. Sulmuesi kombëtares posoi një goditje që u duk se ishte e rëndë nga reagimi i lojtarit në fushë. Broja reklamonte dhimbje të mëdha në fushën e blertë, megjithatë ishte trajneri Scott Parker ai që po e shtynte të vazhdonte ndeshjen, dhe pse provoi fillimisht, më pas stafi mjekësor u ofrua për ndihmën e parë. Loja rifilloi për Brojën në minutën e 92 pasi edhe stafi mjekësor dha okejin. Sulmuesi shqiptar ndërkohë vazhdonte të çalonte në disa momente. Broja bëri mjaft mirë në ndeshjen e djeshme. Burnley ndërkohë u poshtë 1-3 nga Newcastle, ndërsa goli vetëm për ekipin e tij u asistua nga Broja. Burnley mbylli vitin 2025 me humbje 1-3 në shtëpi ndaj Newcastle-it, ndeshje mirë ndërkohë për Armando Brojen që asistoi golin e vetëm për ekipin e tij. Ishte minuta 23 kur Broja asistoi për Loren, i cili rihapi ndeshjen për 1-2. Newcastle i evulosi fitoren me një gol në minutat shtesë. Momente ankthi pati për sulmuesin e kombëtares Son në minutat e fundit ku pësoi një dëmtim. Broja megjithatë ja doli ta mbyll ndeshjen. Armando Broja është kthyer të jetë sërish protagonist me Burnley në Premier League. Sot asistoi golin që rihapi ndeshjen me Newcastle në shtëpi. Sfida është 1-2 në favor të Newcastle. Ishte e gjithë merita Brojës në minutën e 23 që fal pasimit me kokë nxori të zbuluar Josh Loren. Pozicioni Brojës u dyshua për pozicion jashtëloje, për këtë vari mori 3 minuta kohë për ta verifikuar. Gjithçka në fund u konsiderua rregullt. Burnley nisi keq duke posuar 2 gola për 7 minuta, megjithatë ja doli të rikthehet sërish në lojë. Broja po bën mjaft mirë në aspektin personal, për të regjistrohet si asist pas golit të shënuar 10 ditë më parë.